Ekzistojnë dy stile ose dy mënyra të jetuarit, të cilat e determinojnë mas të madhe suksesin e njerit në këtë botë. E para është jeta e trenit, pra jeta që i ngjan trenit, dhe e dyta është jeta që i ngjan anijes. Suksesi është i ndërlidhur ngushtë me mënyrën e të jetuarit, veçanërisht me këto dy mënyra të jetuarit. Kur themi jeta e trenit, jeta si në tren, kjo jetë veçohet apo është ndërlidhur ngushtë me shpejtësinë, me kohën, me stacionin. Duhet përqendrim sepse stacioni nuk e përzgjedh ti, e përcakton tjetër kush. Duhet jetosh në një farë forme i gatshëm gjithmonë me ditë cili është stacioni yt dhe ku duhet të zbretesh, ku hip dhe ku zbret. Jeta e trenit kryesisht ka të bëjë me jetën studentore. Jeta studentore praktikisht duhet të jetë një jetë parafërsisht e trenit. Njeriu gjatë studimeve minimalisht duhet të shpartallohet djathtës dhe majtas. Thjesht duhet ta ketë një vit diagonale. Koha, mësimet, provimet, duhet të jetë i angazhuar në një vit të drejtë të jetës dhe minimalisht duhet të shpartallohet me çfarë do aktiviteti apo angazhimi tjetër, përveç asaj që është e patjetërsueshme dhe e nevojshme për jetën e tij. Jeta e anijes vjen pas asaj jetës e trenit dhe është e varur ngushtë me suksesin në jetën e trenit. Pra, pasi ti ke përfunduar shkollën e mesme, bachelorin, masterin e tutje, vjen periudha kur jeta e merr një formë tjetër, është stili i anijes. Në anije të duhet specifikisht busulla, pra është e rëndësishme ta dish cakun, qëllimin tan jetë, por pastaj jeta është më e ngadalshme, i adaptohesh rrethanave, nëse ke frymë të madhe mund të pushosh, nëse e gjan në ndonjë ishull të mirë mund të zbresësh, të bësh një pauzë. Pra jeta e anijes është më e ngadalt dhe në një farë forme ti ke akses në të. Pra mund të kesh hapësirë edhe për pushim, edhe për vendimmarrje e kështu me radhë. Mbi të gjitha, ekziston një thënie e Alija Izetbegović, e cila mendoj që është thënie orientuese dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme me pas parasysh në të këto dy mënyra të jetuarit. Ai thotë, nëse nuk gjej diçka për cilën jetoj, do të vdes. Që një njeri të jetë njeri, patjetër duhet të ketë diçka më të lartë se sa vetëm jetën biologjike. Dhe mendoj që një rol të madh në këtë kontekst e luan feja, mësimet e fesë. Marrë parasysh që kryesisht feja ka ardhur me i shpjegu psen. Është e vërtetë që shkenca, teknologjia na ndihmon në si ta bëjmë jetën, por feja gjithmonë merret edhe me psen. Akordimi i sis dhe i pses besoj që janë pjesë përbërëse e jetës së njeriu në këtë botë.